Një kandidat i pavarur që nuk ka përvojë politike, por një emër shumë i njohur ka hyrë në garë si i pavarur me pak shanse për të fituar shtëpinë e bardhë dhe ka siguruar një farë mbështetje nga amerikanët që janë të pakënaqur me kandidatët që pritet të emërojnë dy partitë e mëdha. Robert Kennedy, 70 vjeç, është biri i ish senatorit të New Yorku dhe ish prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara dhe nipi ish presidentit John Kennedy. Ai është një avokat mjedisi dhe ndoshta i njohur më së tepërmi për teorinë e tij konspirative lidhur me vaksinat. Analistët thonë se ka pak të ngjarë që zoti Kennedy të fitojë presidencën, por në një garë që mund të përcaktohet nga disa mijë vota, në një numër shtetësh të lëkundura, ashtu si ka ndodhur në dy zgjedhjet e fundit presidenciale, zoti Kennedy mund të arritë të heqë vota të mjaftueshme për të penguar fitoren e një prej kandidatëve që mund të udhëheqin garën. Në vitet e fundit, zoti Kennedy ka përhapur një sër teorish të tjera konspirative, duke folur shpesh për ato që i quajnë grupet e errta sipërmarsish dhe miliarderësh që sipas tij drejtojnë largësyve të publikut politikën e Shteteve të Bashkuara. Që në moshën 40 vjeçare, zoti Kennedy vuan nga një sëmundje që çon në çrregullim të laringut dhe shkakton dridhje të zërit.